Madje nga studimet e fundit të bëra nga UNDP-ja, thuaj se në ambientet e punës pra 18.1% e grave që t'jem e qartë ka përjetuar të paktën një herë ngacim seksual nga e prorive, që me numra të saktë në shifra i bie 1 në 5 gra, të paktën një herë në jetë gjatë periudhës së punës. Mund të them është kultura organizative në cilën operojnë e prorët, mënyra se si ka ndërtuar rregullat edhe duket pak klishe kjo pjesa e rregullave dhe ndërtimit politikave, edhe në momentin që ti firmos një kontrakt pune me prorin, që në bazë të kodit punës edhe të ligjit mund të jetë shumë perfekte, pra është në kufit e asaj klishes që përmenda pak më përpara, por që në realitet ne përballemi me shifra edhe me natyrë fenomeni që nuk përkon me ato që janë të raportuara. Nga raportimet që kemi patur, pavarësisht se ato që bënin fjalë për marrëdhënien e prorëvartës ishin më të shpeshta, jo të rralla ishin rastet e ngacmimeve seksuale nga kolegë që janë në të njëjtin nivel hierarkik me njëri tjetrin. Pra kanë pasur një lloj historiku nga e prori tek kolegët, pra ngacmim seksuale në një farë mënyre e shprehur në rrjet.